Pse e dyshe? Po qaj se po gatuaj për ju. Ajna të jepi durve. E qatave të mirë të bëj sot për ju. Me lot po e bëj këtë tavë, me lot. Me dashni dhe me lot të qajt. Ki përësi që thona të shprejnë e ke qarë. Edhe unë e shikoni, duke qarë, duke gatuar, duke bërë tavë me patate dhe me salqiqe të freskëta. Shikoj që tavën. Shumë mirë. Me patatet me shafran, me fara levandoje, se i mora nga Franca ato fara të levandës. Nuk i hodha krip tradicionale, po i hodha veget, në vend të kripës. I bëra qepët rrota, që më nxorën lot nga syt. Do hedhim të domatet. Do filloj dhe unë qeta. Ato qepën. Kaq të forta janë, po çfarë qepësh e qep të kuqe që me demek nuk të djegin. Këto të përvolojnë se do jenë qep importi, nuk janë qep pelini. Tani është koha fiks me shku në Lidh dhe me marr qep. Se ato vërtet nuk të djegin, qep të linit. A i keni provuar ndonjëherë? Unë jo për... I ke provuar Klau kur ke qenë i vogël? Ku më me kur më qenë i vogël. Ke ëngër byrek me qep? Lakror me di që e qep. kam ëngër, po se di që e kam ëngër me qep. E se ke kuptu se ato e bëjnë shumë të mirë. Po, e qaj fare. Tash i hedhim prap fare levandoja. Se japi një aromë luleje Të mreku mirë. tavës. Dhe do vëmë dhe salqiqet sipër. Japi tava për në furr. Në më glasë të duket. Shumë është këqyri. Do i numërojmë këto salqiqe, do i ndajmë në mënyrë barabartë. Normal. I numërove? Po, Sa copën? 19. 19 pjesë 1/4. Po s'ka e se unë e honga një. Atëherë ti e hëngër një të ndonjë. Skuqja. Që unë jam -1. Okej. Shojmë si do na dali tava.